A keni menduar ndonjëherë se si njerëzit të lashtë, të armatosur, gjoja vetëm me mjete primitive, arritën të përpunonin granitin? Disa prej këtyre bloqeve prej guri peshojnë qindra ton. Megjithatë, përshtatet me një saksi aq të madhe, saqë as te huj një thike nuk mund të kalojë midis tyre. Duket e pamundur. Historia tradicionale na thot se këta ndërtues kishin vekla prej bakri dhe litar. Por kur ndeshin gjurmë shpimi që edhe pajisjet moderne me diamant e kanë të vështirë të i riprodhojnë, ky shpjegim fillon të shembet. Akoma më shqetësues është fakti që metodat të ngjashme ndërtimi shfaqen në Peru, Egjipt dhe Japoni. Civilizime të ndara nga distanca të mëdha dhe mijëra vite, rastësi apo diçka më tepër. Sot, ne nisim një udhëtim drejt 6 prej vendeve më enigmatike në tokë. Studiuesit kanë debatuar për to për dekada, por synimi ynë është të heqim spekulimet dhe të përqendrohemi te ajo që provat tregojnë realisht. Ajo që do të zbuloni mund t'ju detyrojë të rishikoni gjithçka që besoni për botën e lashtë. Ndërtesa jonë e parë është Indonezia, në ishullin Java. Për breza të tërë, banorët vendas e vizitonin malin Gunung Padang si një vend të shenjtë, duke besuar si ishte thjesht një kodër natyrore e mbuluar me gur të lashtë. Ky besim vazhdoi deri në vitin 2010, kur mbërritën gjeologët, jo si pelegrin, por si studiues. Duke përdorur radar depërtues në tokë për të studiuar aktivitetin sismik, ata zbuluan diçka krejtësisht të papritur. Nën shtresat e dheut dhe vegetacionit nuk ndodhej një kodër natyrore, por një strukturë gjigande artificiale e fshehur nën tokë. Testet me radiokarbon mbi materialin organik të gjetur midis gurve në një thellësi rreth 30 metra dhanë rezultate tronditëse. Aq tronditëse saqë analizat u përsëritën disa herë. Mosha e vlerësuar rezultoi rreth 20.000 vjet. Kjo e vendos strukturën thellë në epokën e akullnajave, kur mamuthët ende lëviznin në tokë dhe piramidat egjiptiane ishin ende rreth 15.000 vjet larg ndërtimit. Pasojat ishin shpërthyese. Sipas arkeologjisë konvencionale, njerëzit asaj kohe ishin gjuetar mbledhës nomad, pa bujqësi, pa qytete dhe pa sisteme shoqërore të afta për të organizuar një ndërtim kaq madhor. Historianët alternativ e mbushën me njëherë boshllëkun me shpjegime të guximshme: Atlantida, superqytetërimet të humbura, madje edhe mësues nga jashtë tokës. Nëse kjo ishte piramida më e vjetër në planet, kush tjetër mund ta kishte ndërtuar? Realiteti megjithatë doli të ishte më toksor, por jo më pak mbreslënës. Gjeologët identifikuan shtryllat prej guri si bazalt kolonar, një formacion natyror që krijohet kur lava vulkanike ftohet dhe çahet në kolona gjeometrike pothuajse perfekte. Natyra kishte prodhuar materialin bazë. Megjithatë, misteri i vërtet mbeti. Njerëzit e lashtë e zbuluan qartësisht këtë vend dhe pa makineri të avancuara, transportuan dhe rregulluan mira prej këtyre kolonave të rënda për të stabilizuar shpatet dhe për të krijuar tarraca. Ata nuk ndërtuan një mal, ata e riformsuan atë. Pyetja pra nuk ka të bëjë me lazer apo alien, por me bashkëpunimin njerëzor. Si arritën komunitetet të vogla parabujqësore të organizonin punë të qëndrueshme në shkallë të madhe për breza të tërë, pa sundimtar, ushtri apo pushtet të centralizuar. Në Indonezi, njerëzit përshtaten atë që natyra kishte krijuar tashmë, por në Indi gjejmë diçka shumë më ekstreme. Sepse atje ndërtuesit nuk formsuan një mal, ata e zhduken atë. Mirë se vini në tempullin Kailasa në Maharashtra. Në shikim të parë, ai sfidon çdo logjik. Ndërtesat zakonisht ndërtohen nga poshtë lart, pjesë. Ky u gdhent nga lart poshtë, drejt për drejt, nga një shkëmb i vetëm gjigant. Me lartësi afërsisht sa një ndërtesë me 9 kate. Tempulli nuk është ndërtuar, është gërmuar. Kolona, salla, skulptura dhe gdhendjet të ndërlikuara dalin të gjitha nga një blok i vetëm guri. Për të realizuar këtë,
Ndërtuesit hoshën rreth 200.000 ton shkëmb vulkanik. Nëse ky material do të vendosej njëri pas tjetrit në vagon treni, do të shtrihej për rreth 40 kilometra. Dhe ndryshe nga ndërtimi tradicional, këtu nuk ishte vend për gabime. Një gabim i vetëm nuk mund të riparohej. Një goditje e gabuar dhe gjithë struktura do të shkatërrohej pakthim. Burimet historike pretendojnë se tempulli u përfundua për vetëm 18 vjet gjatë shekullit të 7. Vetëm matematika është tronditëse. Kjo do të kërkonte heqjen dhe përpunimin e rreth 30 ton guri çdo ditë, pa ndërprerje në çdo kushmoti. Dhe kjo as nuk përfshin planifikimin dhe punimet e detajuara artistike. Nuk është çudi që shumë dyshojnë se kjo nuk mund të jetë bërë vetëm me mjete bazike. Teoritë variojnë nga makineri të avancuara të humbura, te manipulimi i gurit me valë zanore, e deri te ndërhyrje jo njerëzore. Në fund të fundit, edhe sot, rikrijimi një monumenti të tillë do të ishte një sfidë e madhe për inxhinierinë moderne. E megjithatë, ai ekziston, i heshtur, i palëvizshëm dhe ende në pritje të një shpjegimi të plotë. Megjithatë, shpjegimi nuk kërkon makina aliene. Ai qëndron te organizimi i zgjuar dhe puna metodike. Inxhinierët theksojnë se avantazhi kryesor ishte gërmimi vertikal. Ndryshe nga ndërtimi i piramidave, nuk ishte nevojë që gurët të tërhiqeshin lart. Graviteti punonte në favor të tyre. Mbetjet e shkëmbit thjesht liheshin të binin poshtë, ndërsa gdhendja vazhdonte. Veglat ishin të thjeshta, por efektive. Mjeshtrit hapnin rreshta vrimash në shkëmb, fusin kunja drurit të thata dhe më pas i lagnin me ujë. Dërsa druri fryej krijonte një presion të jashtëzakonshëm, duke çarë gurin e pastër, saktësisht përgjatë vijave të planifikuara. Por burimi më i fuqishëm ishte forca njerëzore. Mijëra punëtor punonin me turne, ditë e natë, duke shndërruar gradualisht shkëmbin e fortë në një kryevepër arkitekturore. Kai Lasa nuk është dëshmi e një super teknologjie të humbur, por prove asaj që mund të arrijë përpjekja njerëzore e disiplinuar, kur vazhdon për një kohë të gjatë. Për shekuj me radhë, ky monument qëndroi në sy të të gjithëve, duke mahnitur çdo që shihte. Zbulimi i radhës, megjithatë, mbeti i fshehur nën oqean për mijëra vjet, derisa u zbulua rastësisht nga një zhytës që kërkonte peshkaqen, jo histori. Udhëtimi ynë tani na çon në Japoni, në ishullin Yonaguni. Në vitin 1986, instruktori i zhytjes, Kihachiro Aratake, hyri në këto ujëra në kërkim të peshkaqenve Kokçekiç. Në vend të tyre, ai u përball me diçka shumë më të papritur. Nga fundi i detit u shfaq një strukturë gjigande prej guri, që i ngjante një piramide me shkallë ose një kompleksi të fortifikuar. Ai vuri re platformat të sheshta, kënde të mprehta 90 gradë dhe formacione që dukeshin qartë si shkallë dhe rrugë që rrethonin objektin. Struktura është kolosale, me një gjatësi rreth 150 metra dhe gjerësi rreth 40 metra. Sa po zbulimi u bë publik, mediat e shpallën atë si dëshmi të një Atlantide japoneze të zhytur. Problemi është i qartë. Monumenti ndodhet nën ujë. Niveli i detit në këtë rajon ka qenë kaq i ulët vetëm gjatë epokës së fundit të akullnajave, rreth 10.000 vjet më parë. Nëse kjo strukturë është formuar nga dora e njerëzit, ajo do të ishte shumë më e vjetër se piramidat dhe qytetet e para mesopotamiane. Mbështetësit e teorive për qytetrimet të humbura e lidhin Yonagunin me kontinentin legjendar Mu. Ata tregojnë detaje që duken të vështira për t'u shpjeguar vetëm nga natyra. Gropa rrethore që ngjasojnë me baza kolonash dhe formacione shkëmbore që duken si koka kafshësh ose fytyra të gdhendura me orientim të qëllimshëm. Gjeologët megjithatë ofrojnë një këndvështrim tjetër. Formacioni përbëhet nga ranor dhe argjil, lloje shkëmbinjsh që prirën të çahen në vija të drejta gjatë lëvizjeve tektonike. Rryma të fuqishme në ujore me kalimin e shekujve kanë ngërryer materialin më të butë, duke lënë pas bloqe më të mëdha me faqe të sheshta dhe skaje të mprehta, që duken si vepra arkitekturore. Megjithatë, edhe skeptikët pranojnë një detaj të rëndësishëm. Është e mundur që natyra të ketë krijuar strukturën bazë dhe njerëzit
ta kenë modifikuar më pas. Banorët e lashtë mund të kenë dhendur shkallë, rregulluar skaje ose përdorur vendin për rituale apo nxjerrje materiali. Në këtë rast, e vërteta ka shumë gjasa të qëndrojë mes dy ekstremeve, një strukturë e formuar nga forcat natyrore dhe rafinuar nga dora e njeriut. Ndërsa uji i fsheh shumë sekrete, toka ndonjëherë i fsheh edhe më mirë. Në Turqi, një rinovim i thjeshtë të pije çon në një nga zbulimet më të jashtëzakonshme të të gjitha kohërave. Në vitin 1963, një banor i Kapadokis shembi një mur në budrumin e tij dhe zbuloi një korridor të errët që zbriste nën tokë. Ai nuk e dinte se kjo hyrje ishte porta drejt deri në Kujut, një prej qyteteve nëntoksore më të mëdha të zbuluara ndonjëherë. Gërmimet zbuluan një kompleks gjigant nëntoksor që zbriste 18 nivele në thellësi të tokës. Në errësirë të plot, deri në 20.000 njerëz jetonin aty së bashku me kafshët e tyre. Qyteti kishte depo, vende adhurimi, shkolla, kuzhina dhe punishte. Boshtet e ventilimit, që arrinin deri në rreth 85 metra thellësi, siguronin ajër të freskët në të gjithë qytetin, edhe pse ishin pothuajse të padukshme nga sipërfaqja. Çdo gjë ishte menduar me kujdes. Pyetja e pashmangshme mbetet, pse do zgjidhte dikush të jetonte nën tokë. Shpejt u shfaqën teori spekulative. Disa pretendonin se ishte një stre nga katastrofa globale të lashta, luftë bërthamore, apo edhe qenie armiqësore nga qielli. Ata përmendin korridoret e ngushta që lejonin kalimin vetëm të një personi dhe dyert masive prej guri me peshë rreth 500 kg, të cilat mund të mbylleshin vetëm nga brenda. Historianët megjithatë ofrojnë një shpjegim më realist. Deri në Kuju ishte vërtet një stre, por nga kërcënime njerëzore, jo kozmike. Për shekuj me radhë, ky rajon u pushtua vazhdimisht. Romakët, ushtrit arabe dhe më vonë mongolët kaluan nëpër këto toka. Banorët shfrytëzuan shkëmbin vulkanik unik, i cili është i butë dhe i lehtë për t'u gdhendur nën tokë, por forcohet shpejt kur ekspozohet ndaj ajrit. Kur rreziku afroi, komunitetet të tëra zhdukeshin nën sipërfaqe, duke mbyllur hyrjet pas tyre. Armiqt mund të pushtonin tokën sipër, pa e ditur se jeta vazhdonte në heshtje poshtë këmbëve të tyre. Deri në Kuju nuk është një monument frike, por i vullnetit për të mbijetuar. Ai qëndron si dëshmi e zgjuarësisë njerëzore, kur vetë ekzistenca është në rrezik. Një qytet i ndërtuar jo për të fshehur nga jeta, por për ta ruajtur atë gjatë shekujve të luftës. Por larg, në mes të oqeanit paqësor, ndodhet një vend me një reputacion krejt tjetër. Banorët vendas e quajnë qyteti i të vdekurve, dhe edhe sot ata shmangin rrënojat e tij pas perëndimit të diellit. Nëse ndonjëherë arrini në ishullin e largët të pohën Bejt, me siguri do dëgjoni të njëjtin paralajmërim. Mos qëndroni kurrë në Nan Madol pasi të bjerë nata. Gjatë ditës, Nan Madol shfaqet si një mrekulli mahnitëse e inxhinierisë. Natën, sipas banorëve të ishullit, shpirtrat e sundimtarëve të lashtë kthehen për të ruajtur një qytet që nuk ishte menduar kurrë për të gjallët. Ai është i vetmi qytet i lashtë në botë i ndërtuar drejt për drejt mbi ujë, mes shkëmbinjve koralor dhe pyjeve të mangrovës. Këtu nuk bëhet fjalë për disa kasolle të thjeshta. Nan Madol përbëhet nga 92 ishuj artificial, të gjithë të lidhur me kanale, gjë që i ka dhënë Nofkën, Venecia e paqësorit. Por ndryshe nga homologu i tij europian, ky vend transmeton një ndjesi të rëndë, të ftohtë dhe imponuese. Muret masive ngrihen rreth 8 metra mbi ujë, afërsisht sa lartësia e një ndërtese me 3 kate. Ato janë ndërtuar nga kolona bazalti në formë trunqesh gjigande, secila me peshë nga 5 deri në 50 ton. Në total, qyteti përmban rreth 750.000 ton gur, një sasi e krahasueshme me vëllimin e përdorur për piramidën e madhe të Kufut. Dallimi qëndronte për masat e shoqërisë. Egjipti kishte miliona banor dhe një shtet të fuqishëm. Pohnpej kishte jo më shumë se rreth 25.000 njerëz. Ata nuk ishin mjete metalike, as rrota, as makineri të avancuara. E megjithatë, arritën të transportonin
kolona gjigante guri nga kurore të largëta. Ti tërhiqnin përmes xhunglave dhe kënetave dhe ti montonin me saktësi të jashtëzakonshme mbi ujë të hapur. Edhe sot, banorët Vendas besojnë se vendi është i mallkuar. Në vitin 1907, guvernatori gjerman Viktor Berg injoroi paralajmërimet e tyre dhe hapi një varr mbretëror në qendër të Nan Madolit. Brenda thuhet se gjeti eshtra që i përkisnin individëve jashtëzakonisht të mëdhenj. Ai festoi zbulimin, por vdiq papritur mëngjesin tjetër, në agoni të tmerrshme. Mjekët nuk arritën kurrë të përcaktonin shkakun e vdekjes. Banorët thanë thjesht se sundimtarët ishin shqetësuar. Për dekada me radhë, ndërtimi i Nan Madolit i ka hutuar studiuesit. Të lëvizësh një kolon prej 50 tonësh në për xhungël të dendur, pa rrugë, është pothuajse e pamundur. Rrota do të fundoseshin menjëherë dhe tërheqja një peshë të tillë do të kërkonte mijëra njerëz, një numër që ishulli nuk e kishte kurrë. Kjo çoi në lindjen e legjendave. Sipas tregimeve vendase, qyteti u ndërtua nga dy vëllezër binjak, Olosofa dhe Olosifa, magjistar të fuqishëm që mund të bënin gurët të fluturonin. Thuaj se ata luanin instrumente magjike dhe në tingujt e tyre, bloqet e bazaltit ngriheshin në ajër dhe vendoseshin në pozicion. Të tjerë shkuan edhe më tej. Rreth Nan Madolit janë regjistruar çrregullime të çuditshme magnetike. Busullat sillen në mënyrë të çrregullt dhe pajisjet elektronike keq funksionojnë. Nga lart, plani i qytetit i ngjan një qarku kompleks, me kanale që duken si rrugë përçuese. Disa besojnë se kolonat e bazaltit nuk ishin thjesht materiale ndërtimi, por pjesë e një sistemi gjigant energjetik, dhe se vdekja e Bergut u shkaktua nga ekspozimi ndaj diçkaje të panjohur. Shkencëtarët hedhin poshtë idenë e levitimit, por pranojnë një zgjuarsi logjistike të jashtëzakonshme. Përparimi erdhi kur studiuesit ndaluan së spekuluari dhe filluan të eksperimentonin. Tërheqja e gurëve në tokë nuk funksiononte kurrë, kështu që ata u kthyen nga uji. Ndërtuesit përdorën vetë oqeanin. Kolonat e bazaltit vareshin në trapa të mëdhenj prej druri dhe bambuje. Shtytja e ujit ulte peshën efektive, duke lejuar që gurët të lëndronin drejt vendit të ndërtimit. Për të ngritur muret në lartësinë e plot, ata përdorën plane të pjerta dhe leva. Kolonat vendoseshin në formë kryqëzimi, gjashëm me ndërtimin e shtëpive prej druri, dhe trungje palmash shërbenin si leva për të ngritur çdo shtresë gradualisht. Zbulimi më i madh megjithatë nuk ishte si u ndërtua Nan Madoli, por përse. Qyteti nuk ishte as tempull dhe as fortesë. Ai ishte një mjet kontrolli. Dinastia Saud-Eleur urdhëroi që krerët lokal dhe familjet e tyre të jetonin aty përgjithmonë. Në pamje të parë dukej si një nder, në realitet ishte një kurth. Nan Madoli nuk ishte burime ujë të ëmbël dhe as toka bujqësore. Çdo pikë ujë dhe çdo copë ushqimi duhej të sillej me varg. Krerët u bën plotësisht të varur nga sundimtari. Çdo shenjë rebelimi mund të shtypej, thjesht duke ndërprer furnizimet. Nan Madoli ishte arkitekturë e shndërruar në pushtet, një kafaz guri i projektuar për të imponuar bindje absolute. Dhe ndërsa ndërtuesit e tij zotëruan logjistikën dhe kontrollin, krijuesit e vendit tjetër arritën diçka edhe më shqetësuese. Një nivel saktësie në përpunimin e materialit që ende huton inxhinierët modern të pajisur me lazer dhe makineri. Ne kthehemi në Egjipt, duke zbritur në një kompleks nëntoksor edhe më shqetësues se çdo mallkim i lashtë. Piramidat e Gizës dhe Sfinksi dominojnë sipërfaqen, por misteri më i madh i Egjiptit fshihet nën shkëtëtir, në një vend të quajtur Serapeumi i Sakaras. Historia e zbulimit të tij tingëllon si trillim. Në vitin 1850, arkeologu francez Auguste Mariet vuri re kokën e një sfinksi që dilte nga rëra. Ndërsa gërmonte, ai zbuloi një bulevard të tërë statujash që çonte drejt në hyrje nëntoksore të vulosur. Kalimi ishte bllokuar nga një tap masive guri, aq që rënd sa u deshën eksploziv për ta çarë. Kur pluri u qetësua dhe arkeologët hynë me pishtar, ata u gjendën në një botë heshtje dhe errësire.
Galeritë të gjata shtrieshin për qindra metra në përshkëm të fortë, por ai që ndodhej në dhomat anësore i la të ngrirë në vend. Aty ndodheshin 24 sarkofag kolosal, të gdhendur nga granit i zi, roz dhe gri, secili kishte rreth 4 metra gjatësi dhe mbi 3 metra lartësi. Masa e tyre sfidon çdo logjik. Çdo kuti peshon nga 70 deri në 100 ton, ndërsa secili prej kapakëve arrin rreth 30 ton. Teksa Auguste Marjet shqyrtoi një prej sarkofagëve, ai vuri re diçka rëndësishme. Pluri në dysheme ishte i paprekur. Në të ishin ruajtur gjurmët e këmbëve të punëtorëve që kishin qenë aty 3000 vjet më parë. Askush nuk ishte hyrë që prej asaj kohe. Sarkofagët qëndronin ende të vulosur. Arkeologët ishin të bindur se brenda do të gjenin mbetjet e mumifikuara të demave apis, të zbukuruar me arë dhe gur të çmuar. Por kur pas përpjekjesh të jashtëzakonshme, një kapak u zhvendos më në fund, rezultati ishte tronditës. Brenda nuk ishte asgjë, as kocka, as arë, as edhe pluhur, vetëm gur i zi, i lëmuar në mënyrë perfekte. Kjo zbrazëti ndezi debate të pafundme. Pse të ndërtosh një enë që peshon 100 ton, nëse ajo nuk ishte menduar të mbante asgjë? Vëmendja u përqendrua më pas te cilësia e përpunimit. Inxhinieri Christopher Doom i ekzaminoi sarkofagët me instrumente precize. Kur vendosi një kënd matës mbi muret e brendshme, nuk pa asnjë hapësirë. Sipërfaqet ishin të sheshta deri në fraksione të një fije floku njerëzor, dhe këndet e brendshme formonin 90 gradëshe të përkryera. Imagjinoni procesin. Një gur punues do të duhet të futi brenda një kutie graniti dhe në kushte të ngushta, vetëm në ndritën e llampave me vaj, të lëmonte një nga gurët më të fortë në tokë deri në saktësi pothuajse optike. Një lëvizje e gabuar do të shkatronte gjithçka. Studiuesit alternativ argumentojnë se serapeumi nuk ishte simbolik, por funksional. Graniti përmban kuarc, i cili mund të gjenerojë ngarkesë elektrike nën presion. Disa teorizojnë se këto kuti ishin pjesë e një sistemi gjigant energjetik, apo madje pajisje të lidhura me teleportimin. Të tjerë sugjerojnë se shërbenin si kontenjer të mbrojtur nga rrezatimi për ruajtjen e materialit gjenetik. Ndoshta ajo që ishte vendosur brenda thjesht u zhduk ose u largua. Egjiptologët tradicional i hedhin poshtë këto ide. Ata tregojnë hieroglife të gërvishtura në mënyrë të vrazhtë mbi disa sarkofag, mbi shkrime që bien në kontrast të fortë me përpunimin e përsosur të gurit. Sipas studiuesve, këto kuti u krijuan nga mjeshtër të mbretërisë së vjetër, duke përdorur teknika tashmë të humbura. Shekuj më vonë, pasardhës më të avancuar i ripërdorën për qëllime fetare, duke gdhendur me vështirësi etiketa si "këtu prehet demi". Sa i përket mënyrës së ndërtimit, shkenca konvencionale sugjeron përdorimin e sharrave prej bakri në kombinim me rër kuarci ose korundi si material gërryes. Eksperimentet tregojnë se kjo metodë mund të presë granitin, por vetëm me një shpejtësi prej disa milimetrash në orë. Prodhimi vetëm një sarkofagu në këtë mënyrë do të kërkonte dekada pune të pandërprer nga një ekip i madh. Megjithatë, misteri më i madh mbetet i pazgjidhur: logjistika. Tunelet e serapeumit janë jashtëzakonisht të ngushta, mezi mjaftueshëm për të kaluar 2 njerëz. Si u transportuan bloqe prej 100 tonësh në përto, si u kthyen në kënde të drejta, dhe si u ulën sarkofagët në vendet e tyre në nivelin e dyshemes dhe u mbyllën me kapak prej 30 tonësh, pa përdorur hidraulik. Në disa dhoma, hapësira midis sarkofagut dhe murit është vetëm rreth 40 cm. Nuk ka vend për leva, makineri apo as për njerëz. Serapeumi mbetet një nga artefaktet më të pakëndshme për historianët, sepse edhe sot, me vingja dhe mjete moderne, rikrijimi i kësaj vepre do të ishte jashtëzakonisht i vështirë. Udhëtimi ynë na ka çuar larg, pam struktura më të vjetra se historia e shkruar. Zbritëm thellë nën tokë në Turqi dhe shqyrtuam vende ku njerëzit riformsuan male në Indi dhe Egjipt. Të shpërndara në kontinente të ndryshme, këto vende kanë një gjë të përbashkët. Ato sfidojnë supozimet tona për atë që njerëzit e lashtë ishin në gjendje të arrinin.
Është e lehtë t'i atribuosh gjithçka alienëve ose magjisë. Është më e vështirë dhe më domethënëse të pranosh një të vërtetë tjetër. Njerëzit e lashtë nuk ishin primitiv. Ata mbase nuk ishin teknologji moderne, por kishin kohë, durim dhe një qëllim të përbashkët, mjaftueshëm të fortë për të bashkuar breza të tërë. Këto monumente na kujtojnë se çfarë është në gjendje të arrijë njerëzimi. Ndoshta nuk i kemi humbur një ori të lashta. Ndoshta thjesht kemi harruar se çfarë mund të bëjnë njerëzit kur udhëhiqen nga besimi dhe jo nga algoritmet. Dhe një ditë pas 10.000 vjetësh, çfarë do të mbetet nga qytetet tona? A do të mahniten brezat e ardhshëm nga arritjet tona, apo do të përpiqen t'i kujtojnë si një enigmë të pashpjegueshme? Na tregoni në komente se cila nga këto struktura ju mahniti më së shumti dhe mos harroni të abonoheni. Historia ende fshe shumë sekrete dhe ne sapo kemi filluar t'i zbulojmë.